Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj mori pjesë në ceremoninë historike që u mbajt mëngjesin e 25 shtatorit në një nga shkollat publike në New York për fillimin e programit kalimtar dy gjuhësh për shqiptarët në shqip dhe anglisht, e që po aplikohet për herë të parë në një klasë në moshën e kopshtit parashkollor, e cila do të rritet vit pas viti. Ky program është njohur midis brezash, kulturash dhe kombesh, shkruan presidenti Begaj në rrjetet e tij sociale, duke i krijuar fëmijëve shqiptar në New York mundësinë për të mësuar në gjuhën shqipe, u kemi dhënë atyre krenari për rrënjët dhe trashëgiminë e tyre të vyer, tha ai. Programi kalimtar dy gjuhësh për shqiptarët në shqip dhe anglisht do të shërbejë fëmijëve shqiptaro-amerikanë në Bronx. I financuar nga Departamenti i Edukimit në qytetin e New Yorkut, programi lehtëson inkuadrimin e nxënësve shqiptar që ende nuk dinë anglisht apo të nxënësve të rritur në Amerikë që duan të mësojnë edhe shqip, duke u afruar mësimin në të gjitha lëndët në të dy gjuhët, në shqip dhe anglisht. Ky program është fryti një pune shumë vjeçare, të drejtuar kryesisht nga udhëheqësi i komunitetit Mark Gjonaj dhe veprimtarja, mësuesja dhe antarja e Këshillit Koordinues të Diasporës Drita Gjongecaj, raporton Iliria.com. Shkolla PS-MS 108 në Bronx është streha e këtij programi që po fillon me një klasë në moshën e kopshtit parashkollor dhe do të rritet vit pas viti, duke pasur nga një klasë për fëmijët shqiptar në çdo nivel shkollimi. Përveç presidentit Bajram Begaj që ndodhet në Amerikë për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në këtë ceremoni mori pjesë edhe ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla. Në hyrje të sallës së madhe ku mbaj ceremonia, presidenti Begaj edhe ministrja Gërvalla firmosën sipas traditës stendat me fotografitë e tyre që uronin mirëseardhjen. Salla ishte zbukuruar me tollumbace që kishin ngjyrat e flamujve të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe plot simbole të tjera kombëtare, flamuji amerikan, shqiptar e të Kosovës.